në parlamentit, po është po një pozicion dhe mund vetëm ushtruese dhe tyre, dhe nuk ka ndonjë pozicion tjetër, ai do të shkon detyrat përkohësisht, pas të shetë pas kushtetit të shtetit, do të ketë dy pozicione, do të mbajë pozicionin e kryetarit të vendit apo kryetare të vendit, edhe do të mbajë pozicionin e ushtruesit dhe tyre të presidentit deri në zgjedhjet e presidentit, që më shumë se ajo mund të qëndrojë në pozitë 6 minuta. Edhe pse ajo po thotë se do të ishte sa më mirë dhe sa më parë, do të ishte sa më mirë, do të ishte që ajo mos me qenë ushtruese dhe tyre dhe në zgjedhjet presidenti. Dhe unë mendoj njëjtë, sa më parë që ajo e liron të pozicion është më mirë për shtetin, dhe për ta është një figurë përqarse politike, definitivisht është një figurë përqarse, është ky në opozitën, ky në qytetarët, dhe ky në inteligjencën, nuk e ka pas problem të këtë punë, për të risa ju e dini nuk ka pasu pas të krahje brenda kuvendit Kosovës që të merë atë pozicion më herë. Pra 52 herë ka qenë e kandidume dhe asnjëherë nuk e opozita nuk e ka lënë me kalu, dhe më thonë për shkak të ciklisht të kësajnë e karakterit të saj politikë duket të një karakter dhe më thonë negativ, jo e respektuar për opozitën dhe për qytetarët të një pjesë madhe. Nuk është ideja me qenë militantë i partive politike, që pjesë qytetare kuvendit firmosisht vetëm në vetëvendosje, pasi je kryetarin kuvendit të shtetit që i do të mi të kalu kushtet partijak. Aja fatkesisht kur ka mujt mi kalu ata kushtet partijak, dhe është njeri më i besueshëm i kurthit për me bëu manipulime.